Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibina tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'a al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet në të sinqerta me të për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanuhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqati të Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme të nderuar dëgjues dhe shikues, do të flasim rreth temës njësimi i Allahut është themeli i fesë. Para se të kalojmë në shtellimin e kësaj teme madhështore, ku do të flasim se është rëndësishëm njësimi i Allahut. Përse njeriu, duke njësuar Allahun Zotin një dhe të vetëm, duke thënë që la ilaha illallah, pra nuk ka zot tjetër përveç se Allahut, fiton mirësi si në këtë botë edhe në botën tjetër. Do ju ftoj fillimisht të ndiqnim së bashku surën e përzgjedhur për ditën e sotme, ose më saktë ajetet e kësaj sureje të surës Hashr të ndiqim së bashku. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Sikur këtë Kur'an t'ia shpallnim ndonjë mali, ti do ta shihje atë mal të përullur dhe të coptuar nga frika e Allahut. Shembuj të tillë ne u japim njerëzve që ata të meditojnë. Ai është Allahu, përveç të cilit nuk ka zot tjetër të denjë për t'u adhuruar, njohësi të dukshmet dhe i padukshmes. Ai është i gjithë mëshirshmi, mëshirëploti. Ai është Allahu, përveç të cilit nuk ka zot tjetër të denjë për adhurim. Ai është sunduesi, i shenjti, i pastër nga çdo emet, paqëdhënësi, dhënësi i sigurisë, mbikëqyrësi mbi gjithçka, i plot fuqishmi, imponuesi dhe madhështori. Qoftë i lartësuar Allahu mbi gjithçka që ja shoqërojnë atij në adhurim. Ai është Allahu, krijuesi, zanafillsi, ai që çdo gjëje i jep formë, atij i përkasin emrat më të bukur, ata e përlëvdon gjithçka që gjendet në qiell dhe në tokë. E ai është i plot fuqishmi dhe i urti. Këto ishin dhe ajetet e fundit të surës Hashr. Pra të dashur vëllezër dhe motra, në fjalën hyrëse prezantova temën për ditën e sotme, ku do të flasim në lidhje me njësimin e Allahut si themel i fesë islame. Njësimi i Allahut është gur themeli mbi të cilin ngrihet e gjithë feja islame. Ai është mesazhi i parë dhe i fundit i çdo profeti, që nga Ademi a.s. e deri te profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Ky parim i lartë e veçon Islamin si një fe që synon të pastrojë mendjen nga çdo iluzion dhe zemrën nga çdo idhull, duke i dhënë njeriut një orientim të qartë, të adhurojë vetëm krijuesin e vërtet, pa ndërmjetës dhe pa shok. Tauhidi, pra njësimi i Allahut ndryshe, nuk është vetëm një ide fetare, por një mënyrë të menduarit dhe të jetuarit që jep kuptim ekzistencës. Në historinë e njerëzimit, çdo herë që u shfaqën idhuj, mite apo pushtete që pretendonin hyjni, drita e tauhidit u ringrit nga profetët dhe udhëzuesit e zgjedhur të Allahut. Ata e shpallën me zë të lartë se vetëm Allahu është Zoti i botëve, se vetëm ai është krijuesi dhe furnizuesi, dhe se jeta dhe vdekja janë në dorën e tij. Ky mesazh i përbashkët ishte një thirrje për liri të brendshme, sepse njohja e Allahut si një dhe i vetëm e çliron njeriu nga çdo formë skllavërie, ndaj krijesave, pasurisë apo dhe pushtetit. Njësimi i Allahut është vetëm një deklaratë me gjuhë, por është një besim i rrënjosur në zemrën e njeriu dhe një bindje që pasqyrohet në veprimet e tij. Pa këtë bindje të plot,
çdo adhurim është i zbrazët, çdo vepër mbetet pa shpirt dhe nuk ka kuptimin e vërtet. Kurani e përmend qartësi ku thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ne nuk I kemi dërguar ata pra profetët përveç se me këtë mesazh, se nuk ka zot tjetër përveç meje, pra ma adhuroni vetëm mua, thot Allahu në ajetin 25 të surës Anbiya. Ky ajet e shpjegon se qëllimi I shpalljes hynore nuk është tjetër veç se të vendos në zemrën e njeriut bindjen e pastër ndaj Allahut dhe të udhëzojë shoqërinë drejt drejtësisë e moralit. Për një musliman, njësimi I Allahut është burimi I qetësisë dhe jo vetëm është burimi dhe I qëndrueshmërisë dhe sidomos I asaj shpirtërore. Ai jep jetës një orientim të qartë, sepse njeriu e di se për kë jeton dhe për kë po punon. Njësimi I Allahut të nderuar dëgjues dhe shikues është dritë që kurse si nuk shohet, e cila e ndihmon njeriu të dallojë të mirën nga e keqja dhe të mos humbas në botën e përkohshme, pra në këtë botë. Për këtë arsye, imamët e Ehli Bejtit e kanë theksuar gjithmonë se tauhidi I pastër është baza e çdo shpëtimi dhe se pa tauhidin asnjë vepër nuk ka vlerë në praninë e Allahut. Njësimi I Allahut është themeli I fesë islame, rrënja e çdo bindjeje dhe fillimi I çdo vepre që kërkon kënaqësinë e Zotit. Ky parim madhështor, që njihet si tauhid, është dritë që ndriçon zemrat e besimtarëve dhe u jep kuptim jetës së tyre. Të njësosh Allahun do të thotë të pranosh se vetëm Ai është krijuesi, furnizuesi dhe sunduesi I gjithçkaje, se askush tjetër nuk ka pushtet të pavarur përveç Tij, dhe se çdo gjë që gjendet në këtë horizont dhe çfarë ndodh në këtë botë është në urdhrin e Zotit të gjithësisë. Kurani I madhërueshëm na kujton dhe na thot: Thuaj, ai është Allahu, një dhe I vetëm. Allahu është I përjetshmi, absoluti. Ai nuk lind dhe nuk është I lindur, dhe askush nuk është I barabartë me ta. Janë 4 ajetet e surës Ikhlas. Pra ky ajet përmbledh esencën e besimit islam, duke vendosur Allahun përmbi çdo gjë dhe duke përjashtuar çdo shoqërim me ta. Njësimi I Allahut të nderuar dëgjues dhe shikues, nuk është thjesht një thënie me gjuhë, por është një bindje e thellë që duhet të përshkrojë zemrën dhe veprat e njeriut. Ai që beson në të vërtetë se Allahu është një dhe I vetëm, nuk I përkulet askujt tjetër përveç Tij, nuk mbështetet te krijesat, por vetëm te krijuesi. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: njësimi I vërtet është që të mos a imagjinosh Allahun si pjesë e mendjes sënde, dhe drejtësimi I Tij është të mos japësh asgjë tjetër nga veprat e Tij. Ky mësim që na jep Imam Aliu a.s. na mëson se njësimi I Allahut nuk duhet të shoqërohet pra me mendime njerëzore të kufizuara, sepse as me krijesa që nuk ka pushtet mbi fatin tonë, dhe nuk ka krijesë që mund të ketë pushtet mbi fatin tonë, sepse fatin tonë e cakton Allahu I madhëruar. Tauhidi I pastër është që të ndash Allahun nga çdo përkufizim ose kufizim e krahasim, duke e njohur atë si të pakrahasueshëm. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: fjalët më të mira që unë dhe profetët para meje kemi thënë janë: nuk ka zot tjetër përveç Allahut, I vetëm dhe I pashoq. Kjo thënie të nderuar dëgjues dhe shikues tregon fare qartësi se I gjithë zinxhiri I profetëve, që nga profeti Adem a.s. deri te profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kanë pasur një mision të përbashkët, I cili ishte të kujtojë njerëzve dhe të rikthejë njerëzve shpresën në besimin në Zotin një dhe të vetëm, të rikthejë njerëzit adhurimin për ulësinë që I takojnë vetëm Allahut të madhëruar. Ky mesazh I njëjtë, I përsëritur në shekuj e shekuj, është dëshmi e unitetit të fesë dhe e domosdoshmërisë së këtij parimi. Njësimi I Allahut është gjithashtu garanci për lirinë shpirtërore të njeriut. Ai që njeh vetëm Allahun si Zot, nuk bie në robëri ndaj pasurisë, pushtetit apo epsheve. Kur njeriu e kupton se asgjë në këtë botë nuk ka peshë pa vullnetin e Allahut, atëherë zemra e tij qetësohet
dhe largohet nga frika e panevojshme. Në Kur'an thuhet: Bismillahirrahmanirrahim. Ata që besojnë dhe nuk e përziejnë besimin e tyre me padrejtësi, atyre u takon siguria dhe ata janë të udhëzuar. Ajeti 82 i surës An'am. Kjo tregon se njësimi i Allahut është burim sigurie dhe udhëzimi për gjithë qenjet njerëzore, sepse ai nuk mbështetet te iluzionet, por ky njeri i cili ka tashmë njësimin e Allahut në zemrën e tij, besohet vetëm te i vetmi dhe i pashoq, te Allahu i madhëruar, dhe e din që Allahu kursesi nuk e shgënjen. Njësimi i Allahut nuk është vetëm një parim teorik, por është themeli i çdo adhurimi. Namazi, agjërimi, zekati, haxhi dhe çdo adhurim tjetër ose vepër tjetër që bëjmë në këtë jetë, si pjesë e kësaj feje të madhe, nuk ka vlerë pa këtë besim në Zotin një dhe të vetëm dhe të themi fjalën e tauhidit. Në Kur'an thuhet: adhuro Allahun dhe mos i shoqëro atij asgjë në adhurim. Ajeti 36 i surës Nisa. Çdo adhurim që i kushtohet dikujt tjetër përveç Allahut është i pavlerë dhe i refuzuar. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush thot la ilaha illa Allah me sinqeritet të plot, ai njeri hyn në xhenet. Por këtu mund të themi se sinqeriteti nuk qëndron vetëm në shqiptimin e kësaj fjale, por në bindjen e brendshme dhe përkushtimin e jashtëm që dëshmon kjo fjali. Pra njeri i cili thot la ilaha illallah, duhet të falet, duhet të agjëroj, duhet të bëjë atë çfarë ka kërkuar Allahu xhaleshahu prej nesh dhe të zbatojë urdhëresat e Zotit të gjithësisë. Një aspekt tjetër i njësimit të Allahut është të njohësh se çdo e mirë, çdo furnizim dhe çdo sukses vjen vetëm nga ai, pra nga Allahu. Shpeshherë njeriu bie në grackën e mburrjes dhe mendon se arritjet e tij janë vetëse rezultat i aftësive të tij që mund të ketë bërë në një problem ose në një situatë të saktuar. Kurani na paralajmëron për këtë gabim që bën shumica e njerëzve, ku na tregon na tregon një shembull nga historia e Karunit, i cili tha: Bismillahirrahmanirrahim, unë këtë pasuri e kam fituar vetëm fal diturisë që kam. Ajeti 78 i surës Qasas. Dhe këtu Karuni gaboi dhe pasuria e tij më pas u bë shkak i shkatërimit të tij. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë: njësimi i Allahut është që të mos e shohësh veten si Zot të asaj që ke në dorë dhe të mos i atribuosh suksesin tënd askujt tjetër përveç Allahut. Njësimi i Allahut pasqyrohet dhe në moralin e njeriut. Ai që e njeh Allahun si një të vetëm, nuk mund të bëjë padrejtësi ndaj njerëzve, sepse e di se çdo veprim i tij është në mbikëqyrjen e Zotit. Ai nuk bëhet mendjemadh, sepse e di se lavdia i takon vetëm Allahut. Ai nuk bëhet koprac, sepse e di se pasuria është amanet nga Zoti i gjithësisë. Dhe për këtë Imam Aliu alayhis salam na thot: tauhidi është që të mos i shërbesh askujt tjetër përveç Allahut, dhe drejtësia është që të mos bësh padrejtësinë ndaj krijesave të tij. Kështu që të nderuar dëgjues dhe shikues, njësimi i Allahut nuk është vetëm besim në zemër, por edhe një udhëtim për jetën shoqërore dhe marrëdhëniet mes njerëzve. Njësimi i vërtetë e çon njeriu në devotshmëri dhe përkushtim të sinqert, ku në Kur'an thuhet: adhuroje Allahun duke i qenë i sinqert në fenë e tij. Ajeti 2 i surës Zumar. Sinqeriteti pra është themeli i njësimit, sepse pas sinqeritetin, të gjitha adhurimet tona të nderuar dëgjues dhe shikues janë të pavlera dhe shndrohen në formë të zbrazët. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu nuk pranon veprën përveçse nëse ajo bëhet me sinqeritet dhe kërkohet vetëm fytyra e tij, pra fytyra e Allahut, pra kënaqësia e Allahut. Ky sinqeritet nuk është vetëm në fjalë, por është një qëllim i brendshëm që pasqyrohet në çdo veprim të njeriut. Njësimi i Allahut kërkon që zemra të mos ketë asnjë idhull, pra të fshehtë, as krenarin, as lakmin dhe as dëshirën për të dukur. Çdo vepër që bëhet për sy e faqe është në dëmin tonë, sepse
Ai njeri i cili nuk përkushtohet në atë që bën dhe thjesht e bën sa për sy e faqe, ajo nuk ka mirësi. Do rri sot dhe do zhduket nesër. Në Kur'an thuhet, atij që dëshiron jetën e kësaj bote dhe zbukurimet e saj, ne do t'ja japim shpërblimin e veprave të tij në këtë botë, por në botën tjetër, ai nuk do të ketë asnjë pjesë. Ajeti 15 i surës Hud, Allahu na ruaj nga kjo gjë. Kjo tregon se veprat pa sinqeritet janë të kufizuara vetëm në këtë botë dhe nuk arrin tek Allahu xhaleshanhu. Pra të kemi kujdes në niyetin, në sinqeritetin e kryerjes së veprave. Sepse sinqeriteti është zemra e çdo adhurimi. Një namaz i kryer vetëm për Allahun është më i vlefshëm se mira falje për sy e faqe. Një sadaka e dhënë fshehurazi dhe pa mburrje është më e madhe në vlerë se sa një pasuri e tërë që jepet për famë dhe për të tërhequr vëmendjen. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë, mos e shih numrin e veprave, por shih sinqeritetin në to, sepse një vepër e vogël me sinqeritet shumë të madh bën diferencën dhe vlen më shumë se sa veprat të tjera të mëdha që mund të kesh bërë. Kjo thënie është një pasqyrë e qartë se njësimi i Allahut është i lidhur ngushtë me pastërtinë e qëllimit. Çdo musliman që e përqafon këtë bindje me sinqeritet, e mbjell në zemrën e tij padyshim dhe shfaq në veprat e tij në të ardhmen, ka hyrë në rrugën e profetëve dhe të imamëve, rrugë që të çon tek mëshira dhe falja e Allahut. Njësimi i Allahut nuk është vetëm doktrinë, por është jetë për njeriu. Është frymë dhe është shpirti i çdo feje të shpallur nga Zoti i botëve. Kur njeriu i përkushtohet Allahut me një zemër të pastër, atëherë edhe vepra më e vogël merr peshë të madhe, sepse ajo buron nga bindja e vërtetë se çdo gjë është për Allahun dhe vetëm për Zotin një dhe të vetëm. Pra, për Allahun e madhëruar. Kjo është rruga e shpëtimit, rruga që të çon tek drita e pavdekshme dhe lumturia e amshuar. Dhe në fund të temës për ditën e sotme, do ju thoja se njësimi i Allahut është drita që ndriçon rrugën e shpëtimit. Është çelësi i pranimit të veprave dhe themeli i një jete të pastër. Ai është besimi që e çon njeriu drejt pavdekshmërisë, sepse lidh zemrën e tij me krijuesin që kursesi nuk vdes. Allahu na shkruaft për rreshtave të atyre të cilët themi dëgjuam dhe u bindëm, bindemi me zemër, me gjithë qenien tonë, me fjalën e Allahut xhaleshanhu dhe nuk shkoputemi kurrë nga kjo jetë, nga kjo rrugë dhe qofshim për atyre të cilët fitojnë xhenetin, si në këtë jetë, ashtu edhe në jetën tjetër. Në këtë momente të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju.